Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe botën, ai që beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flas fjalë të mira ose le të heqë. Andaj secili prej nesh, para se të flas, le të shikoj fjalët e cilën do ta thotë. A është fjalë që e kënaq Allahun? A është fjalë e cila do të vendoset në peshorën e veprave të mira apo jo? Nëse është fjalë e mirë, atëherë le të flas. Nëse është fjalë e keqe që e dhron Allahun dhe fjalë që do të vendoset në peshorën e veprave të këqija, atëherë mos të flas fare. Nga se ma yalfidhu min qawlin illa wa ladayhi raqibun atid. Njeriu nuk ndodh që me thani fjalë veçse i ka melekët të gatshëm për me shënuar çdo sa që flet ai. Andaj ta kemi parasysh këtë ndjenjë që melekët janë me ne. Ta kemi parasysh që Allah subhanahu wa taala na dëgjon. Kështu që t'i zgjedhim fjalë të cilat i flasin.